E vullosi mandatin e dytë Zoja Osmani me lëvizjet e fundit? Por unë mendoj që po. Zonja Osmani në rast të them të drejtën, në rast që nuk do të jetë një kandidatur nga familja Jashari, në rast që ka nga familja Jashari, më besoj që vetë presidenti Osmani do të tërheq kandidaturën për shkak se ne duhet që ta respektojmë familjen Jashari dhe të jepim një pozicion që është apolitik, e që është përfaqësimi në një presidentës. Dhe në këtë rrethon mendoj që në rast që nuk kemi nga familja Jashari kandidat, atëherë mendimi im personal është që Vjosa Osmani është përfaqësuesja më e mirë për Shtetin e Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse vetë presidentja bën edhe përfaqësimin diplomatik. Me që ndolëm në këtë temë, mendoni që do të ishte pozitive dhe që familja Jashari pra ta pranonte një nga anëtarët që është diskutuar dhe në media shumë kohët e fundit, javët e fundit, të pranonte këtë post apo nuk duhet përfshihen politik për të mos i hyrë kësaj valle? Por unë mendoj që familja Jashari ka meritat më të mëdha që Kosova sot është e lirë. Që ne folëm shqip sot në Kosovë, për shkak se me ta thonë të drejtën gjatë viteve 97, 98, 99, patëm filluar shqiptarët të fillojnë në farë asimilimi realisht, se dëgjojshin muzika sërbe, disa gjërat e tjera, të cilat duhet të kuptojmë që dhuna dhe turistnia e pushtetit sërb ndaj qytetarëve ka qenë shumë e madhe. Dhe familja Jashari dhe ushtria shtimtare e Kosovës bashkarisht me komandantin e parë ose Pushin e Lirisë, Zahir Pajazitin, Luan Haradinajn, Hakim Ramadanin, Salit Çekajn, mos t'i borç asnjë familjes, e që unë mendoj që strategjia e Bekim Rishës ka qenë një ndër strategjitë më madhore që ka bo fillimin e programet ushtarak, celulave ushtarake për ndërhyrjet apo sulmimet e makinerisë sërbe në atë kohë. Dhe përgjithësi, përveç presidentit e ndjerë Rugova, të cilën kanë ndjek linjen paqësore, ka pas kontributin e vetë në kohën e caktuar. Dhe me pastaj, kur familja Jashari vetëm ka filluar bashkarisht, si që seka dhe me komandant tjerë, një njësi tjera, ka filluar një mbrojtje nga pushtuesi sërb, makineria sërbe ushtarake, policore, cila ka po sulme ndaj popullsisë civile. Kemi një pjesë të historisë numër 2, dhe e cila ka qenë ajo histori kulminante për në lirinë e Kosovës dhe qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe unë jam falënderues personalisht ndaj familjes Jashari, ndaj çdo pjesëtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës që na kanë bërë për vendin, por shpresoj që ata pjesëtarët të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ashtu siç kanë bërë për vendin, të punojnë prapë për vendin dhe mos të shikojnë disa individ të cilët kanë bërë miliona apo kanë keq përdor pozitat e tyre pas luftës në pushtet, por të punojnë për mirën e vendit, të kontribuojnë asa kanë mundësi, dhe Shteti i Republikës Kosovës është borç tek veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur e kam fjalën për veteran, është për veteran të vërtet, jo veteran të 60.000 të cilat kanë bërë skena politike dhe disa komandantëve të cilët kanë qenë në skenën politike, por atyre të cilët janë realisht dhe të vërtet të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lavdi për gjithë dëshmorët e kombit, në përgjithësi, dhe shpresoj që një ditë
të merë masat e tjera edhe këtë që e thamë për veteranët, edhe për Ushtrinë Qendrore të Kosovës, të futen në Kushtetutën e Republikës Kosovës, në preambullën e Kushtetutës së Republikës Kosovës, po ashtu mendoj që do duhej që Kosova të bëjnë një ndryshim tek flamuri, sepse e kemë borxh ish presidentit Ibrahim Rugova për flamurin Dan, e cila është flamur më i mirë, përfaqësues më i mirë i shtetit, simbol i shtetit të Republikës Kosovës, por jo kombëtar. Flamuri kombëtar nuk zaventësohet me asnjë flamur tjetër, por vetëm flamur shtetëror. Zoti Makolli, për të ardhur. Po. Dhe besoj që edhe presidenti Vjosa Osmani në rast që do të zgjidhet në mandatin e dytë, i ka borxh familjes Rugova, gjithsesi presidentit të ndjerë Rugova, që të bëjnë këtë ndryshim bashkërisht me kryeministrin dhe deputetët e Parlamentit të Republikës Kosovës, po ashtu siç e ceka dhe futjen e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në preambullën kushtetuese të Republikës. Të vinë në aktualitet, tani çfarë po ndodh me rinumërimin? A ka ndryshuar diçka tek rezultati brenda partive? Pra kush bie dhe kush ngrihet? Kush janë figurat kryesore, pra që kanë pësuar më shumë humbje, që janë vjedhur më shumë votat, edhe tjetra që s'po dëgjoj shumë në media që të flitet për autorët e kësaj masakre zgjedhore. Do shta po amnistohen?